Xhelozia është një sëmundje shumë e keqe, e cila i shkatron veprat, punët, ibadetet. Fillimisht dëmtohet ai i cili bën xhelozin ndaj tjerëve, bën hased ndaj tjerëve, para se mu dëmtu pala tjetër të cilit i bëhet xhelozia. Al-Asma'i, njëri prej dietarëve, Allah i mëshiroft, një ditë u takua me një plak, i cili ishte shumë i moshuar. E pyeti se sa vjeç ishte plaku, i tha, ju përgjigj, tha, jam 120 vjeçar. Qa shumë është çudit Al-Asma'i për moshën e tij të madhe. Pastaj e pyeti, pse qa shumë Allah ju pas ka dhënë ymër me jetu, çka është butësia? Çfarë bereqeti ke? A e dinit, shikues, vëllezër dhe motra, se çfarë përgjigje ky plaku i ktheu këtij dietarit të madh? I tha, taraktu al-hasada fa baqit. Jam largu nga xhelozia ndaj njerëzve dhe Allah më ka dhënë ymër me jetu.